Urdhëro, kush... Zoti Rama. Një atje tani se po kërkon dikush atje. Përshëndetje. Zoti Kryeministër. Jo, burrave i vjen radha vetëm kur mbarojnë gjithë gratë. Po ja, paska marrë një burr, urdhëro, fol. Zoti Kryeministër. Urdhëro, më fol. Ju lutem, tej. Ju përshëndesim. Më thirë ora me. Ha, thirë. Mirë se na erdhet në Athinë. Gjë e parë, komplimente për atletet. Shumë të dëgjoj mirë çfarë thua. Komplimente atletet. Komplimente për atletet. Po, shumë bukura. Pika e dytë, ju falenderojmë jashtëmase ku na mblidhni gjithë këtu mes flamurit shqiptar dy krenare. Ju falenderojmë jashtëmasen mes Athinës. Ke pyetje? Patjetër. Për hyrjen e Bashkimit Evropian në 2030, siguria juaj, në rast se Greqia na bllokon përsëri, qeveria Rama çfarë bën? Apo kush e pyet Greqin? Tani ti sa kohë ke qenë në Greqi? 30 vjet, pa dokumenta akoma. 30 vjet. Shqipen e flis ke mirë. Jashtëmase. Ti e mban mend atë shprehjen po të kishte halla. Ha? Tani, po që është gjithë kjo entuziazm, apo? Që gjithë kjo entuziazm? Tani, se e them atë? Do me thënë, ne nuk mund nisemi nëse ky do bëj kështu, nëse ky do bëj ashtu. Unë di t'ju them këtë, që Bashkimi Evropian na ka caktuar bashkë me ne një kalendar për të bërë negociata. Kini parasysh që kalendar 3 vjeçar për negociatat nuk ka pas kur në njëherë asnjë vend. Gjithë kanë pas 7 vjet, 8 vjet, ju thash, Malizi ka që në 2012. Dhe në momentin që ne i mbarojmë negociatat, atëherë komisioni, që është qeveria, i çon të gjithë shteteve anëtare dhe Greqisë, do t'i çojë dokumentin që me Shqipërinë mbaruam, Shqipëria është gati, etj. Dhe pastaj në të gjithë parlamentet e vendeve anëtare do votohet për të marrë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, dua t'ju them këtë. Ne me Greqinë patëm atë momentin e vështirë për shkakun e çështjes që ju dini, se s'dua t'i kthehem 1000 herë asaj çështje. Dhe sot ajo çështje që ka përcyer, ne jemi në marrëdhënie shumë pozitive. Duhet ta dini që me kryeministrin Mitsotakis edhe me qeverinë e tij ne jemi në një dialog të vazhdueshëm. Kemi bërë një përparim domethënës në drejtim të atyre çështjeve për të cilat kemi pasur dakordsi, për shembull tek ato çështje që lidhen me minoritetin. Dhe tek disa vendime që kemi marrë për t'i sankcionuar disa të drejta të minoritetit, si për shembull e drejta për të vetë deklaruar etj, janë çështje të cilat duheshin zgjidhur dhe ne i kemi zgjidhur dhe është pozitive. Kemi patjetër në tavolinë nga ana jon kërkesën për të hequr përfundimisht ligjin e luftës, se është një absurditet. Ne jemi dy popull shumë të afërt, ne jemi dy vende aleate në NATO, në dokumentin ton politikës jashtme, Greqia është një partner strategjik bashkë me Turqinë dhe me Italinë, dhe ne jemi në gjendje lufte, sepse ka një ligj absurd këtu, që është ligji i luftës. Dhe